Burimi, kurioziteti që kemi është nga njëra anë ndërkombëtarët duket se janë në një kurs përplasje me qeverinë për qasje ndaj drejtësisë. Dhe vazhdojnë të qëndrojnë në investimet e tyre. Ndërkohë shohim që investimi i tyre, nuk e dim a është me konsensusin e tyre që t'ishte kaq i deformuar apo është metoda rilindase tek një projekt ndërkombëtar. Shiko, para se të shkoja ke mos reagimit e kombëtarëve, do thoya një që kjo aferë e shton atë ndjesjen që Shqipëria është vërtet një republikë bananiere. Një? Jo më tepër tek thelbi, do im ke thelbi, po tek forma. E kam ti pa imagjinueshme në një vend për shembull si Franca, ku të akuzohet prokurori i përgjithshëm i të speciale për gjëra të tilla dhe që mos ketë një prononcim. Kjo mua më fascinon. Kjo është reagimi mos reagimi i Dumanit është eksakt më kujton mos reagimin e zonjës Jera Gjoka. Po. Ti shkon atyre me një si ta themi me një se gjithës fjalën shqip, po fjalën përgjithshme ti me ato pikër, ti shkon me ato pistolet që e dredh, e tund, e shkurt. Po. Edhe ka një qetësi ose më tepër një përbuzje absolute ndaj këtyre akuzave që janë tepër të rënda. Dhe pastaj e pam si përfunduam me zonjën Gjoka. Kështu dhe Dumani mos ta lërë vetëm dhe shkoj puna polemika deri në atë pikë. E sa dhe Genci, në një farë mënyrë që çdo njeri gëzon prezumimin pafajësisë. Po. Pra mbas hetimi që mund bëhet, mund të thëjë që s'është asgjë. Por kjo në radhë pra njerë, sepse Dumani nuk është ati Dumani. Është institucioni më i dukshëm i Shqipërisë, më ballori. Ai do të mëshiroj në rast të parë shembullin, virtytin, mund gaboj, ke parë edhe njerëz me më shumë pushtet të gabojnë dhe të bëjnë krime? Po, do të jetë Nikola Grateri i Shqipërisë, presupozohet. Të paktën të reagoj, sepse s'mund ta lër diçka të mblidhet si një qelb në një vatër, qelbi, dhe pastaj merr erë si puna e zonjës Gjoka. Dhe këtë se kuptoj, domethënë se si këto njerëz nuk krijojnë të lloj përvoje që po të hyri shtypi media nuk të lëshon më. Për më tepër në kontekstin e tij, i cili është treguar dhe më katolik se papa, njëri ka bërë, pra të paguar, në përndjekje penale, në mënyrën më ekstreme, po marrën dy shembuj rastet Bresha dhe rastin Meta. Tani ti kur je ky prokuror manipuliti alla shqiptarshe, jemi shumë kurioz të shohim se si do dalësh nga kjo mesele. Se po i merr njerëzit për budallëj, që se paske një njëri dokument si Poker Face me 2 anë. 2003 apo 2000 ose 2004, se nga një thua që i ka bërë 2004 tokë djerë, ta marrin pak a shumë be shqiptarë shumë thjesht, i shumë thjesht emision. Nga një thua që e ka bërë tokë djerë pas gjë 2004, e ka bërë lendin. Nga një thua që aty jetoi që vitin 2000. Po si jetoi si alpinist me çadër? Si lepur në tokë. Është afërmend që kjo është, pastaj vim këtë kombëtarët, shiko. Kujdesi se të kombëtarët kanë diçka që kanë një parim, sigurisht mund të jetë hipokrit, por kanë si parim që neve nuk ndërhyjm në punët e drejtësisë. E mbështesin, por nuk ndërhyjm. Është fjalia këtu më bajate. Sa herë për shkakun që del një aferë politikanësh, edhe një politikan pyetet, ai thotë, nuk merrem, nuk komentoj drejtësinë. Shumë bukur. Vazhdoj në këtë drejtësia. Tani kjo është çështje dhe unë duhet të gjej nga Genci, edhe qytetarët. Në rastin që me drejtësinë do merret drejtësia. Kush duhet të merret me këtë aferë? Kush
e kontrollon kontrollorin? Kush e heton hetuesin? Kam përshtypjen se Në mënyrë sa më thjeshtë, sepse Nëse ka një mlejon, mori institucionesh. ja një sekond vetëm, nëse më lejon